Po, besoj shumica e tyre qytetarëve Tiranës njerë të paktën janë koshent që të paktën në Tiranë zgjedhjet kanë shumë vite që nuk është se ka ndonjë problematik shumë të thellë, themi atë që është. Ato që kanë pas zgjedhje me probleme në Tiranë kanë qenë vetëm 96-a, që ishte masakër elektorale, 97-a deri në një farë mënyrë dhe pastaj nga ajo date mbrapa zgjedhjet kanë ardhur duke u përmirësuar për sa i përket, sepse edhe njerëzit në Tiranë janë qetësuar. Domethënë në Tiranë dallohet nga fakti që partitë e reja në Tiranë marrin vota. Dhe kjo tregon që ajo ndarje e fortë që është në përrethe, ai zelli politik në Tiranë nuk është dhe aq, është pakës më i butë. Dhe përgjithsisht në Tiranë historikisht ka pasur më parë problematika edhe kjo ka qenë gjithmonë domethënë në Tiranë. Për sa i përket pjesës tjetër, në 2017 u hapën njerë kutit, nuk e di e kam treguar si histori, që u hapën kutit në 2017 në Tiranë 50 qendra votimi, 50 kuti janë hapur dhe atë u vure që pavarësisht se pretendimet në 2017 ishte që PS-ja kishte vjedhur zgjedhjet, rezultojnë ato 50 kuti që LSI-ja ishte 78 vota plus, kishte marrë më tepër procesin. Pra numrat të pa 78 plus, PD-ja 68 plus, PS-ja 38 plus, pra që tregonte edhe atëherë PD-ja dhe LSI-ja kishin më tepër vota se sa duhet kishin. Pra